kishte arsyet vetat. Po ishte një hap i lidhur me faktin që kryetari i bashkisë në pamundësi për të kryer detyrën të mos kthehej në një problem gjithmonë e më të madh për qytetin, sepse qyteti, asnjë qytet nuk mund të qeveriset me telekomand apo me delegim. Pavarësisht gjithë punës madhe dhe përpjekjes që bën Anuela bashkë me nënkryetarët, qyteti ka nevojë për të zgjedhurin legjitim që ta drejtojë atë. Është gjë më normale. Dhe pavarësisht përpjekjes që bëm, përsëri nuk ja dorëm, sepse gjykata kushtetuese refuzoi t'i hap rrugë zgjedhjeve në Tiranë, duke përcaktuar pamundësinë e kryetarit të bashkisë për të qenë në detyrë dhe nga ana tjetër duke përcaktuar që nuk është e drejta e Këshillit Bashkiak dhe e qeverisë që të hapin rrugën e zgjedhjeve duke e larguar kryetarin e bashkisë për sa kohë ai ka munguar sepse nuk i është dhënë mundësia që të vijë. Është një vendim gjykate, nuk diskutohet që ne respektojmë, madje unë nuk kam asnjë arsye të besoj që gjykata kushtetuese ka bërë politik në këtë rast. S'kam arsye ta besoj. Kam arsye të besoj gjykata kushtetuese ka menduar ndryshe. Por mendimi ndryshe i gjykatës kushtetuese të çon në konkluzionin që kur kryetari i bashkisë të shkojë atje për të kërkuar të kthehet në zyrë, gjykata kushtetuese ta kthejë në zyrë. Sepse vetë ka thënë që nuk mund bëhen zgjedhje në Tiranë sepse ai është i zgjedhuri. Atëherë duhet ta kthejnë në zyrë. Në mënyrë që të normalizohet një situatë që është një situatë çdo ditë dhe më e vështirë për kryeqytetin. Dhe këtë gjë po ja u them sepse duke ndjekur ecurinë e punëve në Tiranë për shkak të kësaj situate, e shoh që çdo ditë bëhet më e vështirë. Nuk është normale. Por, thënë gjithë kjo, ne këtu jemi për të bërë më të mirën për qytetin. Ne këtu jemi për të dhënë të gjithë një dorë në kushtet kur ka një problem qyteti që është mungesa e personit që ka zgjedhur. Dhe prandaj jemi bërë gjithë bashkë për ta shtyrë përpara punën e Tiranës, sepse nga ana tjetër, pavarësisht se çfarë mendojnë, njerëzit që jetojnë në këtë qytet duan shërbimet. Duan rrugën, duan kopshin, duan çerdhen, duan pastrimin, duan të gjitha me radhë, gjë që ne duhet bëjmë çmos që t'i kenë.